Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Iranit një propozim për një marrëveshje bërthamore, ka bërë të ditur Shtëpia e Bardhë, edhe ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se ishte vënë dieni mbi elementet e ofertës amerikane nga homologu i Omanit gjatë një vizite të shkurtër të tij në Teheran. Lëvizja erdhi pas një raporti të Agjencisë OKB-s për energjinë atomike se Republika Islamike kishte avancuar prodhimin e uraniumit të pasuruar, një përbërës kyç në prodhimin e armëve bërthamore. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levi, deklaroi se ishte në interes më të mirë të Iranit të pranonte marrëveshjen. Presidenti Trump e ka bërë të qartë se Irani nuk mund të ketë kurrë bombë bërthamore, ka thënë Levit. Ajo shtoi se propozimi që i është dërguar Iranit me nismën e presidentit Trump është i detajuar dhe i pranueshëm. Nga ana e tij, shefi i diplomacisë iraniane theksoi se përgjigjja e Teheranit do të jetë në një linjë me parimet, interesat kombëtare dhe të drejtat e qytetarëve iranian. Detajet e sakta të propozimit nuk janë bërë ende publike, por ai vjen pasi agjencia OKB-s vlerësoi se Republika Islamike posedon aktualisht mbi 400 kg uranium të pasuruar me një pastërti prej 60%, nga 90% që kërkohet për të prodhuar armë me fuqi atomike.